kam bani në reagim, sepse takimet tilla ndodhin në fakt. Mirë po ato që ka bos Spahiu nuk përputhet me ato që po e spjegon se si është arrit deri te takimi. Unë kam bindje. Lajmëruar një takim të tillë, nuk kemi pas informacione se ai do të shkojë në Beograd. Jo, nuk ka pas askush informacione, as nuk. Po unë vetë të kalumen, para tashmojnë edhe me folë, nuk është ma sekret, në të kalumen unë kam marrë pjesë në takime tilla. Unë jam shku jam taku me Izetbegovićin në Bosnë, ka qenë takimi që se ka ditë kurkush. Jam taku me ministrin Alia Deli Mustafis, cilin se ka ditë kurkush. Edhe mënyra takimit ka qenë në ngjashme që ka bo në Spahiu. Për arsye se takimet e tilla nuk bëhen në përvene sekrete, sepse është e pamundshme një ministër apo një kryetar shtetit apo dikush me lëviz jashtë orbites ku e ka punën e tina. Edhe unë jam taku në zyrët Izetbegovićit, jam taku në zyrët Alia Izetbegovićit, po ka qenë takimi sekret. Po për çfarë do rasti na kemi bë ka një fotografi. Nëse ndodh diçka, se në Sarajevo ka pas shërbime të mëdha që kanë përcjell kush ku po hyn, kush ku po shkon. Unë besoj se Spahiu ka shku mu taku me ta në mënyrë sekrete, në zyrët tina, sa ajo është e mundshme mu realizu, mirë për në Beograd, diku me siguri gjurisi edhe këta kanë kuptu se dikush e ka vrejt kur ka hi, ose kur ka dalë, ose është e pa mundshme me deviz njëri aty pa të vrejt dikush. Edhe dikura e ka paraqit një arsye, cila është, unë e thashtë edhe në status timin, po përsëris prapë. Pse ndodhin këto takime sekrete? Po unë për vete, për shembull, unë kam shku në ato takime, më marrë vesh me Izetbegovićin, takimi ka ndodhur në vitin 1991, më marrë vesh nëse vjen deri te lufta për një aleancë me luftu kundër Serbisë bashkë, edhe ka qenë kam qenë i dërguar prej zotit Rukova në atë kohë, i cili kryesonte Këshillin ndërpartijak, se ende s'kemi pas qeveri. E në këtë rast, çka mençoni, pse është një takim sekret dhe për çka do duhet të ishte ky takim mes Necmettin Spahiut dhe ministrit? Unë praktësisht mbi 90% jam i sigurt se pasi komunikimi me telefon është shumë i rrezikshëm dhe u zbulu mimoza në ato bisedat me radojqisin ato që rrodhen, tash kanë marrë vesh që me shku një njerë pak më nivelit më të ulët, një përkras besniki qeverisë Kurti, edhe me marrë pjesë në një takim atje. Në mënyrë, unë mendoj se Kurti është të kërkuar votat e listës serbe. Do të thonë që qeveria Kurti e ka dërguar atje? 99% jam i sigurt se nuk shkohet një njeri me shku me pi kafe me xhurisin në Beograd, apo nuk shkohet një njeri, një qytetar i thjesht me shku me kërku njohjen të xhurisi. Na e dim kush është xhurisi, dihet se ajo është për të partive, ajo është më shumë është prorus, është një më shumë i Putinit se sa i Vučićit, edhe takimin me te i ka pas me siguri që ato. Shpresoj se kanë qenë ato, se mund të jenë edhe më të rrezikshme, më të këqija. Për këtë që po flisni, a e tregon fakti edhe a e shpërfaq fakti që nga VV-ja nuk kemi pas deri më tani asnjë reagim, sepse e dim që zakonisht VV-ja shumë e zëshme, ka qenë gjithmonë shumë e zëshme karshi këtyre ngjarjeve. A flet ky mos reagim për këtë që po thoni ju? Qërë kur kam shku në ato takime, unë jam këshillu me njerëz më të fortë që i ka pas Kosova të shërbimeve sekrete që kanë pas përvojnë këto punë. Edhe nëse vjen deri te një zbulim ose deri një asi, mënyra e vetme është duhet me hesht. Nuk do të me qelë gojen. Edhe Kurtin e ke pa, gjitha takime, për shembull, ato që ka arrestu policia në 2004, kur nuk flet ai për atë punë. Kjo është strategji e përpunu me mirë, për një gjasti nuk flet, ajo gjë mund të merret se nuk ka ndodhur.